Nëse jeni gati për një histori që do t'ju prek thellë në zemër, që do t'ju mbajë të lidhur deri në fund dhe do t'ju bëjë të mendoni për jetën, dashurinë dhe faljen, atëherë ju lutem mos harroni të shtypni butonin e like-ut dhe të shkruani në komente çfarë mendoni për këtë histori. Mendimi juaj është shumë i rëndësishëm për ne. Dhe tani, le të fillojmë. Ishte një mëngjes i ftohtë shkurti, kur Ariani mblodhi valixhen e tij të vjetër lëkure, atë që babai i kishte dhuruar kur ishte vetëm 15 vjeç. Duart i dridheshin ndërsa mbyllte zinxhirin e fundit. Në dhomën e vogël të shtëpisë së tyre në fshatin e Gjilanit, era e kafes së freskët përzihej me erën e drurit që digjej në sobë. Luana, gruaja e tij, qëndronte në prag, me duart e kryqëzuara mbi gjoks dhe me syt plot lot që nuk donin të dilnin. "A je i sigurt për këtë?" pyeti ajo me një zë që mezi dëgjohej. Ariani ngriti kokën. Fytyra e tij e djegur nga dielli i punës në ara ishte e tensionuar. Por në sytë e tij kafe kishte një shkëlqim që Luana nuk e kishte prej kohësh. Ishte shkëlqimi i shpresës, por edhe i diçka e tjetër, i dëshpërimit. "Duhet ta bëj Luana. Për ne, për erën dhe enën." Ai u afrua dhe i vuri duart në supet e saj. "Këtu nuk ka më asgjë. Ti e di, ara është e thatë, puna nuk ka dhe vajzat po rriten. Si do t'i dërgojmë në shkollë? Si do t'u blejmë rroba të reja?" Luana e goditi dora e tij, por jo me forcë. Ishte një prekje e butë, ngrohtë. "Por 20 vjet, Arian, 20 vjet. Ata thonë që do të shkosh për 2 vjet. Por unë di se nuk do të jetë kështu. Unë e di." Ariani nuk mund të përgjigjej. Ajo kishte të drejtë dhe ai e dinte. Burrat e tjerë të fshatit që kishin shkuar në Gjermani, në Angli, në Itali për të punuar, rrallë ktheheshin shpejt. Disa ktheheshin pas 10 vitesh, të tjerë pas 15 dhe disa nuk u kthyen kurrë. Por çfarë zgjidhje tjetër kishte? Këtu, në këtë fshat të harruar nga Zoti dhe nga njerëzit, nuk kishte të ardhme. "Unë do të kthehem," tha ai duke shikuar thellë në sy. "Betohem te fëmijët tanë, Luana. Do të kthehem." Luana nisi të qante. Lotët e saj rrëshqitën në përfaqet e saj të zbeha dhe ranë mbi duart e Arianit. Ai e tërhoqi në krahëror dhe e mbajti fort, duke ndier trupin e saj të dridhur nga vajtimi i heshtur. "Mama, babi po shkon." Një zë i vogël u dëgjua nga dhoma tjetër. Era, vajza e tyre e parë, që sapo kishte mbushur 8 vjeç, doli me pijamet roz dhe me sytë e gjumit. Ariani u largua nga Luana dhe u përkulte Era, e kapi fytyrën e saj të vogël midis pëllëmbëve të tij të ashpra dhe buzëqeshi, edhe pse zemra ishte të coptuar. "Po, zemra ime, babi do të shkojë për pak kohë, por do të kthehem me shumë dhurata për ty dhe për enën." "Po sa kohë?" pyeti Era, duke e shikuar me ato sy të mëdhenj kafe të njëjtë si të babait. "Jo shumë," gënjeu ai. "Dhe çdo fundjavë do të flasim në telefon. Do të dëgjoj zërin tënd të ëmbël çdo ditë." Era e përshafoi fort dhe Ariani e puthi në krye. Pastaj shkoi te dhoma ku flinte Ena, vajza e vogël që kishte vetëm 5 vjeç. Ajo ishte e zhytur në gjumë, me floket e gjatë të shpërndara mbi ashtëk dhe me një kukull të vjetër të shtypur në kraharor. Ariani u përkul dhe e puthi butë, duke u lutur që asaj të mos i mungonte shumë. Kur doli nga shtëpia, dielli sapo po linte. Qielli ishte portokalli dhe vjollc, dhe ajri ishte aq i ftohtë sa frymarrja e tij formonte re të vogla të bardha. Luana e shoqëroi deri te rruga kryesore, ku e priste një furgon i vjetër që do t'i çonte në Prishtinë dhe pastaj në aeroport. "Kujdesu për vajzat," tha Ariani, duke e përqafuar për herë të fundit. "Dhe kujdesu për veten, unë do të dërgoj para sa më shpejt të mundem. Vetëm ktheu," i u lut Luana. "Parat nuk kanë rëndësi nëse ti nuk je këtu." Por Ariani tashmë ishte hipur në furgon. Dera u mbyll dhe mjeti u nis përmes rrugës së Guralecët. Ai shikoi mbrapa dhe pa Luanën që qëndronte atje, e vetmuar, e vogël, në qiellin e gjerë të mëngjesit, duke i tërhequr duart drejt tij, sikur donte ta ndalonte kohën. Ishte fillimi i një udhtimi që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Gjermania e priti me shi, një shi i vazhdueshëm, i ftohtë, që depërtonte në përpallton e hollë të Arianit dhe i bënte kockat të dridheshin. Aeroporti i Muniut ishte i mbushur me njerëz që vraponin andej këndej, duke folur gjuhë që ai nuk i kuptonte. Gjithçka ishte shumë e shpejtë, shumë e zhurmshme, shumë e huaj. Por Ariani nuk kishte kohë për t'u trembur. Ai kishte një adresë të shkruar në një letër të rrudhur, shtëpinë e një miku të largët që kishte shkuar në Gjermani 5 vjet më parë. Gjeti stacionin e trenit, bleu një bilet me paratë e fundit që kishte dhe u fut në një tren të mbushur plot me njerëz
që lexonin gazeta apo shikonin në telefonat e tyre. Ditët e para ishin ferr. Ai flinte në një dhomë të vogël në një blok betoni me 4 shqiptar të tjerë. Dhoma nuk kishte ngrohje të mjaftueshme dhe gjumi vinte i vështirë. Çdo mbrëmje, ai fliste me Luanën në telefon, duke dëgjuar zërat e erës dhe enës në sfond, dhe çdo herë që mbyllte telefonin, ndjente se zemra e tij mbetej atje, në atë shtëpi të vogël në Gjilan. Si është atje? E pyeste Luana. Mirë, gënjeu ai. Është mirë, kam gjetur një punë në një ndërtesë, paguajnë mirë. Në të vërtetë, puna ishte shkatruese. Ai punonte 12 orë të ditës, duke bartur çimento, duke ngjitur mure, duke pastruar pas punuar të tjerë. Duart i ishin mbushur me plag, shpina i dhemte dhe shpesh nuk kishte as kohë të ngrënte si duhet. Muajt kaluan dhe u bëm vjet. Ariani mësoi gjermanisht, jo shumë, por sa për të kuptuar me shefen dhe kolegët. Ai u bë i njohur si punëtor i mirë, i besueshëm, dikush që nuk ankohej kurrë, dhe ngadalë pagat filluan të rriten. Pas 3 vjetësh, ai mundi të marrë me qira një dhomë të veçantë. Ishte ende e vogël, por kishte një dritare që i jepte nga një pemë e madhe gështenje dhe një tavolinë të vogël ku ai mundi të hante darkën e tij të thjeshtë. Në mur vuri një fotografi të Luanës dhe vajzave. Çdo mbrëmje, para se të flinte, i shikonte dhe u fliste. Sot punova fort, u thoshte atyre. Por po kursej. Shpejt do të kem sa të blejmë shtëpi më të madhe. Ju premtoj. Por koha kalonte më shpejt nga sa mendonte. 3 vjet u bën 5 vjet, 5 u bën 10. Ai shkoi në shtëpi një herë kur Era ishte 18 vjeç dhe Ena 15 vjeç. Ishte një vizitë e shkurtër, vetëm 2 javë, dhe në fillim gjithçka duke e mrekullueshme. Por pastaj, ai vuli re diçka të ndryshme. Era, që dikur e kaplonte me vrap kur ai vinte në shtëpi, tani ishte e ftohtë e largët. Ajo me zi e puthte në faqe dhe shpit kthehej në dhomën e saj. Ena, nga ala tjetër, ishte shumë e afërt me Luanën, por edhe me disa burra të fshatit që kalonin shpesh nga shtëpia e tyre. Ariani i pyeti për këtë, por Luana e siguroi se ishin vetëm fëmijë të mirë që i ndihmonin. A jetë se mboz, Arian, tha ajo me një buzëqesje të lehtë. Ata janë si vëllezër për mua. Por diçka në sytë e saj nuk ishte e njëjtë. Kishte një distancë, një mur të padukshëm që ishte ngritur midis tyre. Ai e ndjente, por nuk dinte si ta thoshte me fjalë. Kur u kthye në Gjermani, ndjenja e tij e fajt u bë e padurueshme. Ai filloi të punonte edhe më shumë, duke marrë turne shtesë, duke punuar edhe në fundjavë. Në mendje e tij, po punonte për familjen e tij, por në realitet po largohej edhe më shumë. Vitet kaluan. 10 vjet u bën 15, pastaj 18, pastaj 20. 20 vjet larg shtëpisë. Ishte një darkë e zakonshme, kur telefoni i Arianit ra. Ai ishte duke ngrënë supë mishi në tavolinën e tij të vogël, duke shikuar lajmet në televizor. Numri që shfaqi në ekran ishte i Eras. Zemra i rrathe më shup. Ajo rrallë telefononte. Zakonisht ishte Luana që mbante kontaktin. Alo Era, si je zemra ime? Tha ai duke përpjekur të tingëllojë gëzuar. Kishte heshtje nga ana tjetër. Pastaj një zë i lodhur, një zë që duke i rënduar nga diçka që Ariani nuk mund ta kuptonte. Babi, zëri Eras u thye. Duhet fjasim. Ariani e vuri lugën poshtë, stomaku ju bë nyje. Çfarë ka? Ndodha apo bëjsh që diçka në rregull me nënën? Ajo është mirë, tha Era me një ton të çuditshëm. Por, babi, sa kohë do të qëndrosh atje? Ariani u ngrit në këmbë. Çfarë çështje është kjo, Era? Unë punoj për ju, për familjen. Ti e di. Jo, babi, tha Era me një zë që ishte plot pikëllim dhe inat. Ti je atje për veten tënde. Kur ishte hera e fundit që erdhe në shtëpi? Kur? Unë kam 28 vjeç tani, Ena ka 25. Ne u rritëm pa ty. Mama u plak pa ty. Fjalët e saj ishin si shpata. Ariani nuk dinte çfarë thoshte. Unë punoj për ju. Parat nuk janë gjithçka, babi. Ne nuk kishim nevojë për para. Kishim nevojë për ty. Por ti zgjodhet mos jesh këtu. Kjo nuk është e drejtë, Era, tha Ariani, dhe zëri i tij ishte i thyrë. Unë bëra atë që duhej për familjen time. Ju nuk kuptoni sa e vështirë ka qenë për mua. Po për ne, sa ka qenë, tha Era, dhe tani ajo po qante. Kur mama ishte e sëmur dhe ne mos dinim çfarë të bënim, ti ishe atje. Kur Ena u sulmua nga ata djem në rrugë, ti ishe atje. Kur unë u martova, ti ishe atje për 3 ditë dhe u largove përsëri. Si mendove që ne do të ndiheshim? Ariani ulet në karrige. Këmbët nuk e mbanin më. Ai nuk mund të fliste. Fjalët e Eras ishin të vërteta, dhe kjo e bënte dhimbjen edhe më të madhe. Era, tha ai me një zë të thyeshëm. Më vjen keq,
Më vjen shumë keq. Nuk është fjala për të kërkuar falje tani, por duhet të dish diçka. Mama, ajo ka nevojë për ty, dhe nëse nuk vjen së shpejti, mund të jetë shumë vonë. Çfarë do të thuash? Pyeti Arianin duke u ngritur sërish në këmbë. Çfarë ka ndodhur me Luanën? Era hezitoi. Ajo nuk është mirë, babi. Ajo është e lodhur, e mërzitur, dhe ka diçka që do ta zbulosh vetë kur të vish. Çfarë? Pyeti Ariani me dëshpërim. Më thuaj, Era. Por Era kishte mbyllur telefonin. Ariani qëndroi atje, në mes të dhomës së tij të vogël, duke mbajtur telefonin në dorë dhe duke ndjerë se jeta e tij ishte duke u shkatruar. Ai e dinte se kishte gabuar. E dinte se kishte humbur 20 vjet të jetës së tij duke u mbyllur në një botë të huaj. Por çfarë mund të bënte tani? Vetëm një gjë, të kthehesh në shtëpi. Ariani bleu biletat e avionit atë natë. Nuk ishte kohë për të pritur. Nuk ishte kohë për të planifikuar. Ai duhej të kthehej tani. Gjatë fluturimit, mendja e tij nuk pushonte. Ai u kujtofte Luanën, bukuroshen e saj të thjesht kur ishin të rinj, kur ata ëndronin të hapnin një dyqan të vogël në fshat dhe të jetonin një jetë të qetë. Ai u kujtua vajzat e tij kur ishin të vogla, kur vraponin pas tij me brit magzimi, kur ai ngrinte në ajër dhe ato qeshnin me zë të lartë. Por tani, ato ishin gra të rritura që ai mezi njifte. Dhe Luana, çfarë kishte ndodhur me Luanën? Kur avioni ul në Prishtinë, Ariani ndjeu një peshë në kraharor. Ajri i Kosovës ishte i njëjtë si ai ditën kur ishte larguar, i pastër, me erdheu dhe bariut. Por gjithçka tjetër ishte ndryshuar. Rrugët ishin më të mëdha, ndërtesat më të reja dhe njerëzit dukeshin më të nxituar, më të zënë. Ai mori një taksi nga aeroporti deri në Gjilan. Shoferi ishte një njeri i ri që fliste shpejt dhe pyeste shumë. Ariani i përgjigjej me fjalë të shkurtra, nuk ishte dëshirë për biseda. Kur arriti në fshat, zemra filloi t'i rrihte me forcë. Gjithçka dukej më e vogël, më e vjetër. Shtëpitë që dikur i mbante mend të mëdha tani dukeshin të imta. Rrugët që dikur i dukeshin të gjëra, tani ishin të ngushta dhe plot gropa. Por shtëpia e tij ishte aty. E njëjta shtëpi e vogël me çati të kuqe dhe me oborin e mbushur me lule që Luana e kishte mbjell vite më parë, vetëm që tani kishte diçka tjetër. Një makinë e re ishte parkuar para derës, një makinë zezë, e shkëlqyer, që nuk ishte e tyre. Ariani u ngadalsua. Zemra i dridhej. Çfarë ishte kjo? Ai u afrua në derë me valixhen në dorë. Dora i dridhej ndërsa ngirte gishtin për të trokitur, por para se ta bënte, dera u hap. Dhe atje në prag, qëndronte një burr. Një burr i gjatë, me flok gri, me sy të butë blu dhe me një buzëqeshje të ngrohtë. Ishte veshur thjesht me një këmishë të bardhë dhe pantallona kafe, dhe dukej sikur kishte jetuar në atë shtëpi prej kohësh. Ariani e shikoi me gojë hapur. Nuk mund të fliste, nuk mund të lëvizte. Ti je Ariani? Pyeti burri me një zë të thellë por të butë. Ariani vetëm tundi kokën. Burri buzëqeshi me gjerë. Mirë se erdhe në shtëpi. Unë jam Flamuri, bashkëshorti i Luanës. Bota u ndalua. Ariani ndjente sikur zemra ishte ndaluar. Fjalët e burrit nuk ishin kuptim. Ato nuk mund të ishin të vërteta. Bashkëshorti i Luanës? Çfarë donte të thoshte? Çfarë po thua? Tha Ariani, dhe zëri i tij mezi dëgjoi. Flamuri e vuri dorën në supë, por Ariani u largua me shpejtësi. Mos më prek, tha me një zë të ashpër. Ku është Luana? Ku është grua ime? Flamuri e la dorën poshtë dhe fytyra e tij u bë e trishtuar. Ajo është brenda, po të pret, por para se të hysh, duhet të dish diçka. Unë nuk dua të di asgjë nga ty, tha Ariani, duke i shtyr Flamurin dhe duke hyrë në shtëpi. Brenda, gjithçka ishte ndryshe dhe i njëjtë njëherazi. Mobiljet ishin të reja, por vendosja ishte e njëjtë. Dyshemeja ishte e pastër dhe shfaqte erë rozmarin. Mbi mur vareshin fotografi të vajzave. Fotografi që Ariani nuk i kishte parë kurrë. Era në ditën e dasmës, me një fustan të bardhë dhe me një shprehje të lumtur në fytyrë. Ena në diplomim, me një kapelë akademike dhe me një diplom në dorë. Dhe pastaj një fotografi tjetër, Luana dhe Flamuri, të ulur në një park, duke buzëqeshur.
Ariani ndjente sikur muri ishte rrëzuar sipër. Këmbët i dridheshin. Ai donte të bërtiste, të thërriste, të shkatronte gjithçka, por nuk mund të lëviste. Arian, zëri erdhi nga dhoma e pasme. Ishte zëri i Luanës, një zë që ai e njihte më mirë se zërin e tij, por tani duke i lodhur, i thyer. Ai shkoi drejt dhomës dhe e pa. Luana ishte ulur në një karrige pranë dritares. Flokët e saj, që dikur ishin të zinje të gjatë, tani ishin të bardhë dhe të shkurtër. Fytyra e saj, që dikur ishte plot jetë, tani ishte e rrudhur dhe e zbehtë. Por syt ishin të njëjtë. Sy të butë, plot dëmshuri, që dikur e shikonin me dashuri të pakufitshme. Luana, tha Ariani, dhe zëri i tij u thye. Ajo u ngrit me vështirësi nga karrigja dhe i bëri një hap drejt tij. Erdhe, tha ajo thjesht. Çfarë kjo që po ndodh? Pyeti Ariani dhe tani lotët filluan të rrjedhin nëpër faqet e tij. Kush është ai burr? Pse është këtu? Luana e ulja kokën. Arian, ka shumë gjëra që duhet të flasim. Më thuaj tani, çfarë ka ndodhur? Luana e ngajti frumën thellë, pastaj ul sërish në karrige dhe i bëri shenjë që të ulej edhe ai. Ariani nuk donte të ulej, por këmbët nuk e mbanin më. U rrëzua në divan. Kur u largove, filloi Luana me zë të qetë. Unë besoja se do të ktheheshe shpejt. Besoja se do të ishe vetëm 2 vjet, 3 vjet maksimum. Për vitet kaluan, Arian, 5, 10, 15. Dhe ti nuk vije. Vije vetëm një herë në 3 vjet. Qëndroje një javë dhe largoheshe përsëri. Po punoja për ju, tha Ariani me dëshpërim. Unë bëja gjithçka për familjen. Jo, Arian, tha Luana dhe zëri i saj ishte i butë për i prerë. Ti punoje për veten. Ti mendonve se para do të na bënin të lumtur, por ne nuk kishim nevojë për para. Kishim nevojë për ty. Ariani nuk mund të fliste. Fjalët e saj ishin të njëjta si ato të Eras dhe ato e goditnin siguri. Pas 10 vjetësh, vazhdoi Luana, unë e kuptova që ti nuk do të ktheheshe. Vajzat po rriteshin pa baba. Unë po plakja e vetme. Dhe pastaj e takova flamurin. Ariani e ngriti kokën me shpejtësi. Kush është ai? Ai është një fqinj, tha Luana. Ai erdhi në fshat pas luftës. E humbi gruan e tij dhe djalin e tij në vitet e para. Ishte i vetëm, ashtu si unë. Fillimisht ai vetëm më ndihmonte me punët e shtëpisë, rregullonte çatin kur prishej, sillte dru për sobën, më ndihmonte me vajzat kur ishin të smura. Ai nuk kërkonte asgjë në këmbim. Ishte thjesht i mirë. Ariani ndjente një dhimbje në gjoks që nuk e kishte ndier kurrë më parë. Dhe ti u martove me të, tha me inat. Po, Arian, dhe lotët filluan të rridhnin edhe nga sytë e saj. Pas 15 vjetësh, unë kërkova divorcin, Arian. Të dërgova letra, të telefonova, por ti thjesht thua jo, the që nuk doje të ndaheshe. Por çfarë zgjidhje tjetër kisha? Unë nuk mund të jetoja si një grua e martuar që nuk ka bashkëshort. Ariani e fsheu fytyrën me duar. Trupi i tij dridhej nga vajtimi që po përpiqej të mbante brenda. Gjithçka që ai kishte besuar, gjithçka që ai kishte punuar për të, ishte shkatruar. Ti më tradhtove, tha i përfundimisht me një zë të thyer. Jo, Arian, tha Luana, dhe zëri i saj ishte plot dhemshur. Ti na tradhtove ne, ti na leshe, dhe unë bëra atë që duhej për të mbijetuar. Ariani nuk mund të qëndronte në atë shtëpi. Ai doli me shpejtësi duke lënë valixhen brenda dhe eci nëpër rrugët të fshatit. Njerëzit që kalonin e shikonin me kuriozitet, por ai nuk u kushtonte vëmendje. Ai vetëm ecte pa ditur ku po shkonte. Mendja e tij ishte një stuhi. Si kishte ndodhur kjo? Si kishte humbur gjithçka që kishte dashur? Ai kishte punuar 20 vjet. 20 vjet! Dhe për çfarë? Për t'u kthyer dhe për të gjetur se gruaja e tij ishte me një burr tjetër. Ai arriti te varrezat e fshatit dhe u ul në një gur të ftohtë. Ktu ishte varri i babait tij, i nënës, i gjyshërve. Ai i solli dorën te varri i babait dhe fërkoi gurin me gishta. Baba, tha ai me një zë të ulët. Çfarë kam bërë? Kam gabuar. Kam gabuar shumë. Kishte tingull hapash pas ti. Ariani u kthye dhe pa erën dhe enën që po vinin. Të dyja ishin të rritura tani, me fytyrë serioze dhe me sy që dikur kishin qenë të mbushur me fëmijëri, por tani dukeshin të lodhur. Babi, tha Era, duke ulur pranë tij. Na vjen keq që mësove kështu. Ariani e shikoi. Pse nuk më thoni? Pse nuk më thua ti kur më telefonove? Sepse doja që ta shihje vet, tha Era.
të kuptoje sa keq kanë shkuar gjërat. Ena, që ishte më e re dhe më e butë, ul në anën tjetër të tij. Babi, ne nuk jemi të zemëruar me ty, por duhet të kuptosh se ti na le, dhe mama vuajti shumë. Unë punova për ju, përsëriti Ariani për të 100 herë, por tani edhe vetë dinte se këto fjalë tingëllonin bosh. Babi, tha Era duke kapur dorën e tij të ftoftë. Parat që ti dërgoje na ndihmuan. Po, na ndihmuan të shkojmë në shkollë, të blejmë rroba, të ham mirë. Por ne nuk kishim nevojë për shumë para. Kishim nevojë për ty. Kur mama ishte e sëmurë dhe fekja me temperaturë të lartë, ku ishe ti? Kur unë u sulmuam nga ata djem në rrugë dhe më vonë kisha makthe, ku ishe ti? Kur Ena pati problemet e saj në shkollë dhe nuk donte të fliste më askënd, ku ishe ti? Ariani nuk mund të përgjigjej. Çdo fjalë e Erës ishte si një thik në zemër. Flamuri ishte atje. Ai ishte ai që e pshoi mamën në spital. Ai ishte ai që më mbronte kur kisha frikë. Ai ishte ai që e dëgjoi Enën kur ajo kishte nevojë për dikë. Ai bëri atë që ti duhej të bëje. Por unë jam babai juaj, tha Ariani me dëshpërim. Po je, tha Ena me një zë të butë. Dhe ne të duam. Por dashuria nuk mjafton nëse nuk je këtu. Flamuri na dha atë që ti nuk mund të na jepje. Pranin. Ariani ul atje midis dy vajzave të tij dhe filloi të qante. Ai nuk e kishte pritur kurrë që gjëra do të përfundonin kështu. Ai kishte menduar se po bënte gjën e duhur, por në të vërtetë ai kishte humbur gjithçka. Era e përqafoi nga njëra anë dhe Ena nga ana tjetër. Dhe ashtu qëndruan, të tri së bashku, duke qarë për vitet e humbura, për kohën që nuk do të kthehej kurrë më. Ditët e para ishin të vështira. Ariani qëndroi në një hotel të vogël në qytet, sepse nuk mund të qëndronte në shtëpinë që dikur ishte e tij. Çdo ditë ai shkonte dhe ulej në një park afër shtëpisë, duke shikuar prej andej, duke parë flamurin që dilte dhe hynte, duke parë Luanën që merrte ujë për lulet në obor. Një pasdite, flamuri doli dhe shkoi drejt parkut. Ariani e pa që vinte dhe mendoi të largohej, por këmbët nuk e dëgjonin. Flamuri ul në stol pranë tij. Mund të ulem? Pyeti Flamuri. Ariani nuk u përgjigj, por as nuk u largua. Flamuri e mori si një po. Për një kohë, asnjë prej tyre nuk foli. Thjesht qëndruan atje, duke shikuar fëmijët që luanin në sheshin përballë. E di që më urren, tha Flamuri përfundimisht. Ariani e shikoi me një vështrim të ftohtë. Ti më more gruan. Jo, tha Flamuri me qetësi. Gruaja jote u largua prej teje. Unë vetëm isha atje kur ajo kishte nevojë. Ariani donte t'i hidhëroj, por diçka në zërin e Flamurit e bëri të heshte. Dëgjoj, vazhdoi Flamuri. Unë nuk erdha këtu për të marrë vendin tënd. Unë erdha sepse humba familjen time. Gruaja ime dhe djali im vdiqën gjatë luftës. Ata u vranë para syve të mi. Dhe për vite, unë jetova si një fantazm. Nuk isha asgjë për të jetuar. Ariani e dëgjonte dhe pavarësisht hidhërimit, ndjente një dhimbje për atë burr. Kur e takova Luanën, tha Flamuri, ajo ishte në një gjendje të ngjashme, e vetme, e braktisur, duke u përpjekur të rrisë dy vajza vetëm. Unë e ndihmova sepse e kuptoja dhimbjen e saj, dhe ngadalë ne u bëm miq. Pastaj diçka më shumë. Ti e ke dashur? Pyeti Ariani me një zë të ulët. Po, tha Flamuri, e dua, por jo në mënyrën që ti e ke dashur dikur. Dashuria jonë është ndryshe, është dashuria e dy njerëzve që kanë humbur shumë dhe që kanë gjetur ngushëllim tek njëri tjetri. Ariani nuk dinte çfarë thoshte. Një pjesë e tij donte ta urrente Flamurin, por ana tjetër e tij e kuptonte. Unë nuk kërkova kur të marr vendin tënd. Vajzat e dinë që ti je babai i tyre. Luana e di që ti ishe dashuria e parë e saj, por ti nuk ishe këtu, Arian. Dhe ne nuk mund të jetonim duke pritur përgjithmonë. Flamuri u ngritë dhe i vuri dorën në supë. Këtëherë, Ariani nuk u largua. Nëse do të qëndrosh këtu, ne mund të gjejmë një mënyrë për të jetuar të gjithë, por duhet të pranosh të vërtetën dhe duhet falësh. Pastaj Flamuri u largua, duke lënë Arianin të vetëm me mendimet e tij. Atë mbrëmje, Ariani shkoi në shtëpinë e Erës. Ajo jetonte në një apartament të vogël në qytet, bashkë me bashkëshortin e saj, Besarin. Era e priti me një përqafim, dhe për herë të parë në shumë kohë,
Ariani ndjeu një ngrohtësi që i kishte munguar. Erdhe, tha Era me buzëqeshje. Hajde brenda. Apartamenti ishte i vogël, por i rehatshëm. Besari ishte një burr i ri, i sjellshëm, që e përshëndeti Arianin me respekt dhe ja ofroi darkë. Faleminderit, tha Ariani, duke u ulur në tavolinë. Por nuk kam shumë uri. Babi, tha Era duke u ulur përballë tij. Dua të tregoj diçka. Ajo çoi një kuti të vjetër kartoni dhe vendosi në tavolinë. Brenda kishte letra, fotografi të vjetra dhe një ditar të vogël me mbulesë të kuqe. "Çfarë është kjo?" pyeti Ariani. "Janë letrat e mamës," tha Era. Ajo i shkruante çdo ditë gjatë viteve të para kur ti ishe larguar. Pastaj, kur u lodhur nga pritja, ajo ndaloi, por këto letra tregojnë gjithçka që ajo ndjente. Era i dha Arianit disa letra. Ai i hapi me duar që dridheshin. Letra e parë ishte e shkruar 6 muaj pas largimit të tij. "I dashur Arian, sot Ena më pyeti ku je. Ajo nuk kupton pse ti nuk je këtu. Unë u përpoqja t'ja shpjegoja, por si mund t'i shpjegosh një fëmije se babai i saj është larguar për të punuar në një vend të huaj? Ajo vetëm fle me fotografinë tënde çdo natë dhe të thërret në ëndër. Më mungon shumë, Arian. Më mungon zëri yt, dora jote, mënyrën si më bën të qesh. Por e di që po bën atë që duhet. Shpresoj që shpejt do të kthehesh. Të dua për gjithmonë, Luana." Ariani ndjeu lotët që i vinin. Ai kaloi te letra tjetër. "I dashur Arian, kanë kaluar 3 vjet. Era filloi shkollën e mesme sot. Ajo ishte aq e bukur me uniformën e saj, por kur e pyeta nëse ishte e lumtur, ajo thjesht më tha: "Ku është babi?" Ai premtoi se do të ishte këtu. Nuk dija çfarë të thoja. Ti dërgon parat çdo muaj dhe unë jam mirënjohse, por parat nuk mund të zvendçojnë praninë tënde. Vajzat po rriten pa ty, Arian, dhe kjo më thyen zemrën. Të dua ende, Luana." Ariani nuk mund të lexonte më. Ai i mbyllu letrat dhe i vendosi poshtë. "E kuptoj," tha ai me një zë të thyer. "E kuptoj tani." Era e kapi dorën e tij. "Mama nuk dëshironte të lëndoheshe, babi. Ajo vetëm donte të jetonte. Dhe ne të duam ende, por duhet të kuptosh se jeta shkoi përpara pa ty." Ariani e shikoi vajzën e tij, gruan që ajo ishte bërë, dhe ndjente një krenari të përzier me pikëllim. Ai kishte humbur kaq shumë, por ndoshta kishte ende kohë për të fituar diçka mbrapa. Pas disa ditësh, Ariani mblodhi guximin dhe shkoi te shtëpia e vjetër. Flamuri nuk ishte atje. Kishte shkuar në qytet për punë. Luana ishte e vetme, duke punuar në kopsht. "Luana," thiri Ariani nga dera e oborrit. Ajo u kthye dhe e pa. Për një moment, ajo ngurroi, por pastaj vuri lopatën poshtë dhe erdhi drejt tij. "Arian," tha ajo thjesht. "Mund të flasim?" pyeti ai. Luana tundi kokën dhe e ftoi brenda. Ata u ulën në kuzhinë, në të njëjtën tavolinë ku dikur hanin së bashku si familje. "Lexova letrat e tua," filloi Ariani. Era madhroi disa prej tyre. Luana ulja syt. "Nuk doja që ti lexoj ato." "Pse?" "Sepse nuk doja që të ndjeja fajin më shumë nga sa të ndjen," tha ajo. "E bëre atë që mendon se ishte e drejtë." "Por nuk ishte," tha Ariani, dhe zëri i tij ishte i mbushur me pendim. "Unë gabova, Luana. Gabova kur zgjedhur parat mbi familjen. Gabova kur mendova se prania ime nuk ishte e rëndësishme. Gabova kur nuk dëgjova kur ti më lute të vija në shtëpi." Luana e shikoi dhe sytë e saj u mbushën me lot. "Po, gabove, por edhe unë gabova. Unë duhet të kisha qenë më e fortë, duhet të kisha kërkuar divorcin më herët, por kisha frikë. Kisha frikë se çfarë do të thoshin njerëzit, se çfarë do të mendonin vajzat." "Ti nuk gabove," tha Ariani me forcë. "Ti bëre atë që duhej për të mbijetuar. Unë jam ai që të braktisi." Luana zgjati dorën dhe e kapi dorën e tij. "Arian, ne nuk mund të kthejmë kohën mbrapa, ajo që ndodhi, por ne mund të zgjedhim si të ecim përpara." "Si?" pyeti Ariani me dëshpërim. "Si mund të jetojmë kur gjithçka është shkatëruar?" "Duke falur," tha Luana thjesht. "Duke falur njëri tjetrin, duke falur veten,
dhe duke pranuar se jeta nuk është ajo që planifikuam, por mund të jetë ende e bukur. Ariani e shikoi gruan që dikur ishte e tij dhe për herë të parë e pa atë jo si dikush që i takonte, por si një person të pavarur, një grua që kishte vuajtur, që kishte luftuar dhe që kishte gjetur një mënyrë për të vazhduar. M'fal, thai, dhe lotet filluan të rrjedhin. M'fal për gjithçka. Luana u ngrit dhe erdhi pranë tij. Ajo e përqafoi dhe Ariani e përqafoi mbrapsht, duke qarë në supë të saj. Të fal, tha ajo but. Të fal, Arian. Dhe në atë moment, diçka në brendësi të Arianit filloi të shërohej. Muajt që pasuan nuk ishin të lehtë. Ariani qëndroi në Kosovë dhe gjeti një punë të vogël në një kompani ndërtimi. Paga nuk ishte aq e mirë sa në Gjermani, por ai nuk donte të largohej më. Ai kishte humbur 20 vjet. Nuk donte të humbte edhe një ditë tjetër. Ariani filloi të kalonte kohë me vajzat e tij. Me herën, ai shkonte për kafe dhe bisedonte për jetën e saj, për punën, për ëndrrën e saj për të hapur një shtëpi botuese. Me enën, ai shkonte në shëtitje dhe dëgjonte historitë e saj për udhëtimet që kishte bërë dhe vendet që donte të vizitonte. Dhe ngadalë, lidhja me dystyre filloi të rindërtohej. Por gjëja më e vështirë ishte të shihte flamurin çdo ditë. Në fillim, Ariani e shmangte, nuk donte të ishte në të njëjtën dhomë me të. Por me kalimin e kohës, ai e kuptoi që flamuri nuk ishte armiku i tij. Një ditë, flamuri e ftoi Arianin për çaj. Ata ulën në obor, nën hijen e një dardhe të madhe. Si po shkon puna? Pyeti flamuri. Mirë, tha Ariani. Jo si në Gjermani, por mjaftueshëm. Flamuri tundi kokën. Jam i lumtur që qëndrove. Vajzat ka nevojë për ty. Ariani e shikoi. Pse je kaq i mirë me mua? Unë marr kohën e gruas tënde. Jam një kërcënim për jetën tënde. Flamuri buzëqeshi me trishtim. Ti nuk je një kërcënim, Arian. Ti je baba i vajzave që unë i dua si mirat e mia. Ti je burri që Luana e dashuroi dikur, si mund të urrej. Ariani ndjente një respekt për atë burr që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Unë më vjen keq për gjithçka, thaj. Nuk ka nevojë të kërkosh falje, tha flamuri. Ne të gjithë kemi bërë zgjedhje, disa të mira, disa të këqija, por ajo që ka rëndësi është se si i përmirësojmë. Ata pinë çaj në heshtje dhe për herë të parë Ariani ndjeu një paqe. Në pranver, era lajmëroi që ishte shtatzën. Lajmi solli gëzim në të gjithë familjen. Ariani do të bëhej gjysh, një rol që ai nuk e kishte imagjinuar kurrë më. Era donte të organizonte një darkë për të festuar dhe ftoi të gjithë, Arianin, Luanën, Flamurin, Enën dhe Besarin. Ariani ishte nervoz. Ishte hera e parë që do të ulej në një tavolinë me Luanën dhe Flamurin si një familje, por ai dinte që duhej ta bënte për Erën. Darka humbajt në shtëpinë e Eras. Tavani ishte i mbushur me ushqim, byrek, tavkosi, qofte dhe një tortë të madh të bërë nga Luana. Aroma ishte e mrekullueshme dhe për një moment Ariani u ndjeu sikur ishte kthyer në kohë, në ato ditë kur ata ishin ende një familje e plot. Mirë se erdhe, babi, tha Era duke e përqafuar. Ariani ul në tavolinë midis Enas dhe Besarit. Luana dhe Flamuri ulën nga ana tjetër. Në fillim kishte një heshtje të sikletshme, por pastaj Era e theu atë. Dua të them diçka, tha ajo, duke u ngritur në këmbë. Jemi të gjithë këtu sot, sepse pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ne jemi ende një familje. Ndoshta ajo një familje tradicionale, por një familje megjithatë. Dhe unë jam mirënjohëse për secilin prej jush. Të gjithë fillua të duartrokasnin. Ariani ndjente lotët që i vinin, por i mban. Ai e shikoi Luanën dhe ajo i buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, por plot ngrohtësi. Gjatë darkës, ata filluan të flasin, të qeshin, të ndanin histori. Flamuri tregoi një histori qesharake për kohën kur pati përpjekur të ndrejtë Satin dhe kishte rënë në por. Luana tregoi për kohën kur Era dhe Enaz kishin bërë një fest surprizë për të dhe kishin ndjekur tortën. Ariani tregoi për ditën e parë të tij në Gjermani, kur kishte humbur rrugën dhe kishte përfunduar në një qytet krejtësisht të ndryshmar. Dhe për herë të parë në 20 vjet, Ariani ndjeu diçka që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë, ndjenjen e së qenit në shtëpi. Shtatori erdhi me shi të lehtë dhe me erë të freskët. Ishte mëngjesi i 15 kur telefoni i Arianit ra.
ishte Besari. Ariani, era ka lindur, eja shpejt në spital. Ariani ju nis me një herë. Zemra i rathe me forcë ndërsa vozite përmes rrugëve të qytetit. Ai arriti në spital dhe vrapoi nëpër korridore derisa gjeti dhomën e Eras. Brenda, Era ishte shtrirë në shtrat, e lodhur, por me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Në krah të saj kishte një bebe të vogël të mbështjellur në një batanie e rozë. "Babi?" tha Era, duke e parë. "Eja, tako me mbesën tënde." Ariani u aftrua me hapat ngadalta, sikur kishte frikë se mos e prishte momentin. Ai e shikoi bebesën e vogël, fytyrën e saj të kuqe, syt mbyllur, gojën e vogël që lëvizte lehtë. Ishte kaq e vogël, aq e brisht. A mund ta mbaj?" pyeti Ariani me zë të dridhur. "Natyrisht," tha Era. Ariani e mori bebesën me kujdes të madh. Ajo ishte e lehtë si një pend, dhe ngrohtësia e saj depërtoi në zemrën e tij. Ai e shikoi dhe ndjente një dashuri që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Një dashuri të pastër, të pafajshme. "Si do ta quani?" pyeti ai. "Arina," tha Ena. "E emëruam sipas teje, babi. Sepse edhe pse nuk ishe gjithmonë këtu, ti ende je babai im." Ariani nuk mund të fliste. Lotet i rrëshqitën në përfaqe dhe ranë në bataninë e rozë. Ai e puthi Arinën në ballë dhe u lut që të ishte një baba më i mirë për vajzat e tij se sa ishte ai vetë. Vjeshta e atij viti ishte e bukur. Gjethet e pemëve t'u bën të verdha dhe portokalli, dhe ajri ishte i pastër dhe i freskët. Ariani vendosi të organizonte një udhëtim me vajzat e tij dhe me Arinën e vogël. Ata shkuan në një fshat malore ku Ariani kishte kaluar verën e tij të parë si fëmijë. Ata ecën në përpyet, ndan ushqim pra një përroj të vogël dhe qeshën së bashku. Era mbante Arinën në krah dhe çdo herë që beba qeshte, zemra e Arianit mbushej me gëzim. "Babi," tha Ena duke ecur pranë tij. "A je i lumtur që u ktheve?" Ariani e shikoi. "Po, më shumë se sa mund të shpjegoj." "Edhe ne jemi të lumtur," tha Ena. "Edhe pse na duhet kohë për të shëruar, ne jemi të lumtur që je këtu." Atë mbrëmje kur u kthye në shtëpi, Ariani shkoi te varri i prindërve të tij. Ai u ul atje dhe foli me ta. "Mama, baba," tha ai. "E di që gabova. E di që ju do të kishit qenë të zhgënjyer me mua. Por po përpiqem të përmirësohem. Po përpiqem të jem babari që vajzat e mia meritojnë. Dhe shpresoj që ju më shihni dhe jeni krenar." Era e ftohtë mbrëmjes i fërkoi fytyrën dhe ai ndjeu një paqe që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Një ditë, flamuri u sëmur. Ishte diçka e thjeshtë në fillim, një koll, një temperaturë e lehtë, por brenda javësh gjendja e tij u përkeqësua. Doktorët thanë se kishte një infeksion të rëndë në mushkëri. Luana ishte e shkatëruar. Ajo kalonte çdo ditë në spital duke mbajtur dorën e flamurit, duke i lexuar librat, duke i kënduar këngët e tij të preferuara. Ariani shkoi në spital për ta parë Luanën. Kur hyri në dhomë, pa Luanën që ulej pranë flamurit, e lodhur dhe e zbehtë. "Si është?" pyeti Ariani. "Nuk është mirë," tha Luana me një zë të thyer. "Doktorët thonë që ka nevojë për një operacion, por nuk janë të sigurt nëse do të mbijetoj." Ariani u ul nga ana tjetër e shtratit dhe shikoi flamurin. Fytyra e tij ishte e zbehtë dhe frymarrja e tij ishte e vështirë. "Flamur," tha Ariani me zë të ulët. "A më dëgjon?" Flamuri hapi syt ngadalë. "Arian?" "Po, jam këtu." Flamuri buzëqeshi dobët. "Nuk mendova që do të vije." "Si të mos vi," tha Ariani. Ti je pjesë e familjes." Flamuri e shikoi me hapi. "E thua seriozisht?" "Po," tha Ariani. "Unë nuk e kuptova në fillim, por tani e kuptoj. Ti e dashurove familjen time kur unë nuk isha atje. Ti i mbështete kur unë i braktisa. Si mund të mos të respektoj për këtë?" Flamuri nisi të qante. Lotet i rrëshqiten përmes faqeve të tij të zbehta. "Faleminderit," tha ai me një zë që mezi dëgjohej. Ariani e kapi dorën e tij. "Ti duhet të shërohesh. Vajzat kanë nevojë për ty. Luana ka nevojë për ty." Flamuri tundi kokën dhe pastaj ra në gjumë të rëndë.
Javët që pasuan ishin të vështira. Flamuri u operua dhe për disa ditë jeta e tij vari në një fije. Por me kujdesin e doktorëve dhe lutjet e familjes, ai ngadalë filloi të përmirësohej. Kur u shkarkua nga spitali, Luana e përqafoi me lot gëzimi dhe Ariani, që qëndroi atje bashkë me të gjithë, ndinu një falënderim të thellë që flamuri ishte gjallë. Krishtlindja erdhi me borë. Ishte bora e parë e madhe e vitit dhe fshati u mbulua me një shtresë të bardhë që shkëlqente në ndjellin e dimrit. Era dhe Besari organizuan një darkë të madhe për Krishtlindje. Të gjithë u ftuan: Ariani, Luana, Flamuri, Ena dhe disa miq të afërt. Ariani erdhi me një qese të mbushur me dhurata. Kishte bler lodra për Arinën, një qese të bukur për Erën, një libër për Enën dhe një shami për Luanën. Por dhurata më e madhe që ai kishte sjell, nuk ishte e mbështjellë në letër. Ishte vendimi i tij për të qëndruar, për të qenë pjesë e jetës së tyre dhe për të mos u larguar kurrë më. Darka ishte e mrekullueshme. Tavani ishte i mbushur me ushqim të shijshëm dhe dhoma ishte e ngrohtë dhe e mbushur me qeshje. Ata luajtën lojra, kënduan këngë dhe ndan histori nga e shkuara. Në një moment, Luana u ngrit dhe ngre gotën e verës. Dua të them diçka, tha ajo. Të gjithë u qetësuan. Jeta nuk shkoi ashtu siç e planifikuam, tha Luana. Ka pasur dhimbje, humbje dhe tradhtie. Por ka pasur edhe dashuri, falje dhe rikthim. Dhe sonte, duke parë të gjithë këtu bashk, e di që ne jemi të bekuar, sepse pavarësisht gjithçkaje, ne jemi familje. Të gjithë duart trokritën gotat dhe thanë, gëzuar. Ariani e shikoi Luanën dhe për një moment, sytë e tyre u takuan. Kishte dhimbje atje, por edhe dashuri. Një dashuri e ndryshme nga ajo që kishin dikur, por e fortë megjithatë. Dhe Ariani e kuptoi që edhe pse ai kishte humbur 20 vjet, ai kishte ende një shans për të jetuar vitet që mbetën si duhet. Pranvera e vitit të ardhshëm solli lajme të mira. Ena u fejua me një djalë të mirë nga fshati Fqinj, një mësues i ri që e kishte dashur për vite. Emri i tij ishte Drin, dhe kur Ariani e takoi për herë të parë, e pëlqeu menjëherë. Ai kishte një buzëqeshje të ngrohtë dhe sy të ndershëm. Zoti Arian, tha Drini, duke ja shtrirë dorën. Jam i nderuar që ju njoh. Ena më ka folur shumë për ju. Ariani e shtrëngoi dorën e tij. Shpresoj që të kesh kujdes për vajzën time. Do të kujdesem për të si për sytë e mi, premtoi Drini. Dasma u planifikuar për shtator, dhe për muaj të tërë, shtëpia u mbush me përgatitje. Luana qepte fustanin e nusës me duart e saj. Era organizonte dekoret dhe Flamuri ndihmonte me furnizimet. Ariani ndjeu një gëzim të thellë duke parë familjen e tij duke punuar së bashku, por kishte edhe një trishtim. Një ndërgjegje që koha po kalonte shumë shpejt dhe që ai kishte humbur kaq shumë nga vitet e para. Një pasdite, ndërsa ai dhe Luana ishin vetëm në obor duke varrur drita për dasmën, Luana foli. Arian, a je i lumtur? Pyeti ajo. Ariani e shikoi. Pse e pyet? Sepse shoh në sytë e tu që ende ke dhimbje, tha ajo but, dhe dua ta dish që nuk duhet të vuash më. Ariani lëshoi drita dhe ul në një stol të vjetër. Si të mos vuaj Luana? Unë humba 20 vjet me ju. 20 vjet që nuk do të kthehen kurrë. Si mund të mos ndjehem keq? Luana ul pranë tij. Sepse vuajtja nuk do të kthej kohën brapa. Ajo vetëm do të pengoj të shijosh kohën që ke tani. Ajo ja vuri dorën mbi dorën e tij. Arian, ne të kemi falur. Tani duhet të falësh veten. Ariani ndjeu lotët që i vinin, por këtë herë nuk i fsheh. Ai la që të rrjedhin lirshëm. Nuk e di si, tha ai me një zë të thyer. Fillo duke pranuar që je njeri, tha Luana. Njerëzit bëjnë gabime. Ti bëre zgjedhjen që mendoje se ishte e drejtë. Ishte gabim, po, por nuk e bëre me qëllim të keq. Dhe tani je këtu, duke u përpjekur ta përmirësosh. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ariani e shikoi gruan që dikur ishte e tij dhe nderi një dashuri të thellë për të, jo si bashkëshorte, por si dikush që e njihte më mirë se kushdo tjetër. Faleminderit, tha ai thjesht. Luana buzëqeshi dhe u ngrit.
Tani eja, kemi shumë punë për të bërë. Dasma nuk do të organizohet vetë. Dita e dasmës erdhi me një qiell të kaltër të pastër dhe me diell që shkëlqente mbi gjithçka. Kopshti i shtëpisë e Eras ishte i dekoruar me lule të bardha dhe rozë, dhe tavani ishin të mbushur me ushqim që kishin përgatitur gratë e fshatit. Ena dukej si një princesh në fustanin e saj të bardhë që Luana kishte qepur me dashuri. Flokët e saj të gjatë ishin thurur me lule të vogla dhe në fytyrën e saj kishte një shkëlqim që Ariani nuk e kishte parë kur më parë. Je e bukur, zemra ime, tha Ariani duke ia vënë dorën në faqe. Faleminderit, babi, tha Ena dhe sytë e saj u mbushën me lot. Jam e lumtur që je këtu. Nuk do të humbasja këtë ditë për asgjë në botë, tha Ariani. Ceremonia u mbajt në obor, në një ark të mbuluar me lule. Prifti foli për dashurinë, për përkushtimin dhe për besnikërinë. Dhe kur Drini dhe Ena shkëmbyen unazat, të gjithë duartrokitën me gëzim. Për momenti më i veçantë erdhi gjatë vallëzimit të parë. Zakonisht nusja vallëzon së pari me baban e saj. Por kur erdhi koha, Ena u afrua te Ariani dhe e zgjati dorën. Do të më nderosh, babi, pyeti ajo. Do të më nderosh, tha Ariani. Ata u rodhën në mes të oborit ndërsa muzika e butë filloi të binte. Ariani e mbajti vajzën e tij në krah dhe ndjente një peshë të madhe që po largohej nga zemra e tij. Më vjen keq që nuk isha këtu kur ishe duke u rritur, tha ai me zë të ulët. E di, por je këtu tani, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ata vazhduan të vallëzonin dhe Ariani shikoi rreth e rrotull. Era qëndronte me Besarin dhe Arinën e vogël në krah. Luana qëndronte me Flamurin, duke buzëqeshur. Dhe për herë të parë në 20 vjet, Ariani ndjeu që barra e fajit po largohej. Ai nuk mund ta ndreqte të shkuarën, por mund të jetonte të tashmen me dasturi dhe mirënjohje. Një vit kaloi që nga dasma e Enës. Jeta vazhdoi me ritmin e saj të zakonshëm. Ariani punonte çdo ditë, kalonte kohë me vajzat e tij dhe luante me Arinën e vogël që po rritej shpejt. Një ditë, ndërsa po pastronte dhomat e vjetra në shtëpinë ku kishte jetuar dikur, ai gjeti një kuti të fshehur në një dollap. Brenda kishte letra të vjetra, fotografi dhe një ditar të vogël që ai kishte mbajtur gjatë vitit të parë në Gjermani. Ai e hapi ditarin dhe filloi të lexonte. Fjalët ishin të tij, por zëri duke i huaj. Sot është dita e parë pa Luanën dhe vajzat. Më mungojnë shumë, por di që po bëj gjën e duhur. Ata do të kenë një jetë më të mirë për shkak të sakrificës sime. Ariani vazhdoi të lexonte faqe pas faqeje. Dhe çdo fjalë bënte të kuptonte se sa shumë kishte qenë i verbër. Ai kishte menduar që sakrifica e tij do t'i bënte të lumtur, por në të vërtetë ajo vetëm i kishte larguar. Ai mbyllur ditarin dhe vendosi të shkruante një letër për veten e tij të rinis, por edhe për të gjithë që mund të lexonin të mësonin nga gabimet e tij. Nëse je duke menduar të largohesh nga familja jote për të punuar në një vend të huaj, ndaloje për një moment dhe pyet veten: a është kjo vërtet e vetmja zgjidhje? A ka ndonjë mënyrë tjetër? Parat janë të rëndësishme, po, për prania është më e rëndësishme. Fëmijët e tu nuk kanë nevojë për dhurata të shtrenjta, ata kanë nevojë për ty, për zërin tënd, për përçakimin tënd, për praninë tënde në momentet e vogla që bëjnë jetën. Unë humba 20 vjet të jetës sime. 20 vjet që nuk do të kthehen kurrë. Dhe pavarësisht parave që dërgova, pavarësisht sakrificave që bëra, humba diçka që nuk mund të blihet me para. Kohën me familjen time. Nëse ke zgjedhjen, zgjedh familjen, zgjedh dashurinë, zgjedh praninë, sepse në fund ajo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Ariani e palos letrën dhe e vendosi në zarf. Ai nuk e dinte nëse dikush do ta lexonte ndonjëherë, por shpresonte që fjalët e tij mund t'i ndihmonin dikë të mos bënte të njëjtin gabim. 2 vjet kaluan dhe Arina e vogël u bë një vajzë gjallë dhe plot energji.
Ajo vraponte në probor, loste me luret dhe kërkonte gjithmonë që gjyshi i saj Ariani ta merrte në shtëpinë. "Gjyshi, gjyshi!" thirrte ajo me zë të lartë. "Më merr në shtëpinë." Ariani, tani pak më i vjetër dhe me flokë të thinjur, buzëqeshte dhe e ngrinte lehtë. "Ku dëshiron të shkojmë, princesh?" "Deri te qielli," thoshte Arina duke ja shtrirë duar drejt qiellit. Ariani e sillte në probor, duke u përpjekur të mos mendonte për dhimbje në shpinë. Por asnjë dhimbje nuk ishte aq e fortë sa gëzimi që ndjente kur dëgjonte qeshjen e mbesës së tij. Një ditë, ndërsa ata ishin ulur në një pemë të madhe gështenje, Arina e pyeti: "Gjyshi, ku ishe kur mama ishte e vogël si unë?" Ariani ndjeu një thik në zemër. Ai e shikoi fytyrën e pafajshme të Arinës dhe nuk dinte çfarë të thoshte. "Unë isha larg," tha ai përfundimisht. "Isha duke punuar në një vend të largët." "Pse?" pyeti Arina me kuriozitet. "Sepse mendova që po bëja gjën e duhur," tha Ariani, "por gabova." Arina e shikoi me sy të mëdhenj. "A është mirë tani?" Ariani buzëqeshi përmes lotëve. "Po, zemra ime, tani është mirë." Arina e përqafoi fort dhe Ariani ndjente që gjithë dhimbja e viteve të shkuara po shërohej ngadalë, një përqafim në të njëjtën kohë. Një mbrëmje vjeshte, Ariani dhe Era shkonin për një shëtitje përgjatë liçenit pranë qytetit. Dielli po perëndonte dhe qielli ishte i mbushur me ngjyra portokalli dhe vjollc. "Babi," tha Era duke ecur pranë tij, "dua të them diçka." Ariani e shikoi. "Çfarë është?" Unë jam krenare për ty," tha Era dhe zëri i saj dridhej pak. Ariani u ndalua dhe e shikoi me habi. "Çfarë?" "Jam krenare për ty," përsëriti Era, "sepse jo shumë njerëz do të kishin guximin për të pranuar gabimet e tyre dhe për t'u kthyer për t'i përmirësuar. Ti bëre shumë gabime, babi, por ti erdhe mbrapa. Dhe tani je këtu, duke qenë babai që ne kemi pasur gjithmonë nevojë." Ariani ndjeu lotët që i vinin. "Unë nuk e meritoj këtë." "Jo, e meriton," me forcë tha Era, "sepse dashuria nuk është për njerëzit e përsosur. Dashuria është për njerëzit që përpiqen dhe ti po përpiqesh çdo ditë." Ajo e përqafoi fort dhe Ariani e përqafoi mbrapa me të gjithë forcën që kishte. Në atë moment, ai ndjente që përfundimisht, pas kaq shumë vitesh, ai ishte falur. Në dimrin e atij vitit, Ariani u smur. Nuk ishte diçka e rëndë. Thjesht një grip që e linte të dobësuar për disa javë. Për gjatë atyre javëve, ai pati kohë për të menduar për jetën e tij. Ai mendoi për ditën kur kishte vendosur të largohej, mendoi për të gjitha zgjedhjet që kishte bërë, të gjitha sakrificat që kishte menduar se ishin të nevojshme. Dhe ai kuptoi diçka të thjeshtë, por të thellë. Jeta nuk ishte për të grumbulluar para apo për të arritur sukses. Jeta ishte për të qenë pranë njerëzve që e donin. Kur u shërua, ai thirri vajzat e tij dhe Luanën për një darkë të vogël. Edhe Flamuri erdhi, dhe ata ulen bashkë rreth tavolinës. "Dua t'ju them diçka," filloi Ariani. "Këto vitet fundit kanë qenë vitet më të mira të jetës sime. Jo sepse kam arritur diçka të madhe, jo sepse kam bërë para, por sepse kam qenë me ju. Sepse kam pasur privilegjin të ju shoh të rriteni, të ju dëgjoj, të ju përqafoj." Ai bëri një pauzë dhe shikoi rreth e rrotull. "Dhe dua që secili prej jush ta dini që pavarësisht gjithçkaje që kam humbur, unë jam njeri i lumtur, sepse ju më keni falur. Dhe kjo është dhurata më e madhe që mund të kisha marrë ndonjëherë." Të gjithë ishin të heshtur, por sytë e tyre ishin plot me lot. Luana ishte e para që foli. "Arian, ne nuk kemi nevojë që ti të jesh i përsosur, kemi nevojë vetëm që të jesh këtu. Dhe unë do të jem," premtoi Ariani, "për çdo ditë që më mbetet." Me kalimin e viteve, Ariani filloi një traditë të re. Çdo të diel i gjithë familja mblidhej në shtëpinë e vjetër, ajo që dikur kishte qenë e tij dhe Luanës, por tani ishte e Luanës dhe Flamurit. Ata hanin drekë së bashku, luanin me Arinën dhe ndanin historinë nga java që kishte kaluar. Ariani solli edhe një album të vjetër fotografish dhe filloi t'u tregonte vajzave për ditët e tyre kur ishin të vogla. "Kjo është ti, Era, kur kishe 3 vjeç," tha ai, duke treguar një fotografi ku Era kishte fytyrën e mbuluar me çokoladë.
Ti kishe ngrënë një tortë të tërë që mama kishte bërë për një mysafir. Era qeshi me zët lart, nuk e mbaj mend. Dhe kjo je ti, Ena, tha Ariani duke treguar një fotografi ku Ena kishte një kapele shumë të madhe në kokë. Ti doje të vishese si mama çdo ditë. Ena buzëqeshi me nostalgji. Ajo kapele ishte shumë e madhe për mua. Flamuri që uli në fund të tavolinës shikonte dhe dëgjonte me vëmendje. Ai nuk foli shumë, por Ariani e vuri re se ai buzëqeshte, një buzëqeshje të ngrohtë, plot mirëkuptim. Pas drekës, ndërsa gratë pastronin, Ariani dhe Flamuri dolën në obor. Faleminderit, tha Ariani papritur. Flamuri e shikoi me habi. Për çfarë? Për të qenë këtu. Për të kujdesur për familjen time kur unë nuk isha. Për të qenë burri që unë duhej të kisha qenë. Flamuri vuri dorën në supin e tij. Ti ishe gjithmonë burri që ata donin, Arian. Thjesht ke qenë shumë larg. Por tani je këtu, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ata që ndruar atje në heshtje, duke shikuar perëndimin e diellit, dhe Ariani ndjente një paqe të thellë. Në pranverën e vitit të ardhshëm, Ena lindi një djalë. Ai u murua Arton, dhe Ariani u murua gjyshi për të dytën herë. Kur Ariani e pa për herë të parë, ai ndjeu të njëjtën dashuri të papritur që kishte ndjerë me Arinën. Artoni ishte i vogël, i brisht, dhe kishte sy të mëdhenj që shikonin rreth e rrotull me kuriozitet. Mund ta mbaj? Pyeti Ariani. Natyrisht, babi, tha Ena, duke ja thënë me kujdes. Ariani e mori Artonin dhe e shikoi me dashuri. Mirë se erdhe në botë, djali im i vogël. Gjyshi do të jetë gjithmonë këtu për ty. Drini, burri i Enës, buzëqeshi. Ai është me fat që ka një gjysh si ju. Ariani e puthi Artonin në ball dhe ndjente një falënderim të thellë për jetën që kishte tani. Një jetë të mbushur me dashuri, me familje dhe me kuptim. Vitet kaluan me shpejtësi. Ariani u bë 80 vjeç dhe vajzat organizuan një festë të madhe për të. E gjë fshati u ftua dhe oborri u mbush me njerëz që vinin për ta përgëzuar. Kishte muzikë, valle dhe ushqim të bollshëm. Arina, që tani ishte 8 vjeç, dhe Artoni, që ishte 6, vraponin në obor dhe luanin me fëmijët e tjerë. Gjyshi, eja të luajmë, thiri Arina. Ariani, edhe pse i lodhur, u ngrit dhe shkoi te fëmijët. Ai luajti me ta, duke vrapuar nga dalë dhe duke u përpjekur t'i kapte. Fëmijët qeshnin me zët lartë, dhe Ariani ndjedhe zemrën e tij të mbushur me gëzim. Në fund të ditës, kur të gjithë ishin larguar, Ariani urdhë në obor me vajzat e tij, Luanën dhe Flamurin. E keni një ide se sa i lumtur jam, tha ai, duke shikuar të gjithë. Edhe ne jemi të lumtur, babi. Fal ty dhe fal durimit që kemi pasur të gjithë. Jo, fal jush. Ju më dhat një shans të dytë. Ju më faltët kur nuk e meritoja. Dhe ju më keni dhënë vitet më të bukura të jetës sime. Luana buzëqeshi me lot në sy. Ne të duam, Arian, pavarësisht gjithçkaje. Dhe unë ju dua, tha Ariani, më shumë se sa mund të shpjegoj me fjalë. Vitet e fundit të Arianit ishin të qeta dhe të mbushura me dashuri. Ai kalonte kohën me nipërit e tij, duke u treguar histori, duke i mësuar të luanin shah dhe duke i çuar në shëtitje në përpyje. Një ditë pranvere, ndërsa Ariani ishte ulur në obor duke shikuar lulet që Luana kishte mbjell, ai ndjente një paqe të thellë. Ai kishte gabuar shumë në jetën e tij. Kishte humbur 20 vjet me familjen e tij. Por ai kishte fituar diçka më të rëndësishme, faljen. Ai kishte mësuar që jeta nuk është për të qenë i përsosur. Është për të provuar, për të gabuar dhe për të mësuar. Dhe më e rëndësishmja është për të qenë pranë njerëzve që i don. Kur dielli po perëndonte dhe qielli po bëhej portokalli, Ariani mbyllur syt dhe buzëqeshi. Ai dinte që pavarësisht gjithçkaje që kishte humbu, ai kishte jetuar një jetë që vlen. Sepse në fund dashuria dhe prania janë gjërat e vetme që mbeten. Kjo është historia e Arianit, një njeri që gaboi, që humbi,
por që gjeti rrugën e kthimit. Një njeri që mësoi se parat nuk janë gjithçka, se prania është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër dhe se asnjëherë nuk është e përvonë për t'u kërkuar falje. Nëse ju jeni larg familjes suaj tani, nëse jeni duke punuar në një vend të huaj dhe po e humbisni kohën me të dashurit tuaj, mendohuni. Pyesni veten, a vlen? A janë parat më të rëndësishme se përqafimet, se qeshjet, se momentet e vogla që bëjnë jetën? Sepse në fund, askush nuk do të kujtohet për parat që kanë bërë. Do të kujtohen për dashurinë që kanë dhënë dhe për kohën që kanë kaluar me njerëzit që i donin. Mos bëni gabimin që bëri Ariani. Mos humbisni 20 vjet të jetës suaj. Zgjidhni familjen, zgjidhni dashurinë, zgjidhni praninë. Sepse kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Faleminderit që më dëgjuat. Nëse kjo histori ju preku, ju lutem lini një like dhe shkruani në komente çfarë mendoni. A keni jetuar diçka të ngjashme? A keni dikë që e doni dhe që është larg? Më tregoni historinë tuaj. Dhe mos harroni, koha me familjen është dhurata më e madhe që mund t'u jepni njëri tjetrit. Përshëndetje dhe shihemi në videon tjetër.